Nëse SPAK do të bënte një listë mbi personat ose më saktë figurat politike që do të godiste para zgjedhjeve të 11 majit, cila mendoni se do të ishte ajo? Tauland Balla, Belinda Balluku, Olta Xhaçka, Burri Sajt, dhe më duket dhe Delina, më duket ministrja e bujqësisë, diçka e tillë. Këto do të ishin njerëz të cilët do të ishin marrë në hetim për arsye se Zoti Berisha ka bërë një manual që të gjithë e kemi parë publikisht, po SPAK-u nuk vepron. Këta individ për mendimin tim meritojnë të shkojnë përpara drejtësisë edhe Partisë Socialiste, sepse është e çuditshme kur ti kryeministri në qarkun e Durrësit të ka marrë pothuajse 10.000 vota dhe një deputet i thjesht i zonës të ka marrë në Elbasan në 2021 22.000 vota. Pra, aty bëhet jo dallimi, pa aty bëhet ndarja e çdo gjëje. Pra aty kupton qartazi që diçka nuk ka shkuar mirë. O populli ka qenë kaq shumë i dashuruar me qarkun e Elbasanit dhe duhesh që zoti Balla të bënte transferim nga Elbasani në një vend tjetër dhe në fund fare të përfundonte mos gaboj në Tiranë. O desh që nesër pas nesër të bëhet ai kryetari i Partisë Socialiste. Por duhet keni parasysh diçka që në rast se dikush pretendon brenda Partisë Socialiste të bëhet kryetari i Partisë Socialiste, dihet që kjo do jetë lista e radhës. Pra, edhe sikur të kishim SPAK-un me meritokraci, edhe sikur të kemi prova që diktojnë që ndaj një personi mund të merret një masë sigurie, por tek masa e sigurisë ose më mirë të procedimit penal duhet kuptoni diçka. Kur një person ka pretendime, SPAK-u nuk merr një person që është kaq shumë i fuqishëm. SPAK-u merr gjëra të cilët janë të lehta. Pra, te Balluku mund t'i marrë disa drejtorë, në i zëvendësministër kështu me radhë, kupton? Nuk do marrë direkt Ballukun sepse Rama do duket që shiko tani unë po e mbroj, si do ta mbroj, kupton, derisa të arriti kulmin edhe thotë edhe Rama thotë hajde ikë edhe ti se edhe ti do tradhtove. Rama nuk e bën këto me femrat. Pra, nuk i lëshon ka shumë kollaj. Bën çdo gjë të mundshme e bën ai. Për shembull, te gjykata kushtetuese Olta Xhaçka duhet i hiqet mandati sepse është në shkelje të kodit familjes, pra edhe një buf që nxjerr ai buf janë ata brenda, dhe mos harrojmë faktin që juristi apo avokati që mbronte kuvendin në gjykatën kushtetuese ose mos gaboj Olta Xhaçkën, po avokati ishte për këtë palë mbronte, ka shkuar antar i KLP-s, imagjino ku kemi arritë, ky është suksesi. Pra, partia vendosi antar KLP-je, por në rast të shkojmë atë juristi dhe t'i themi, orti, të bëj një pyetje, kur nuk kanë kontratë martësore, a është në shkelje të kodit familjes? Pse? Sepse kur nuk ka kontratë që ndajmë pasurinë, do të thotë që pasuria e ndërtuar gjatë martesës që është e përbashkët. Dhe në rast se ndahen ata të dy, njëri nga të dy do bëj pjesëtim pasurie, pra do marrë ato çfarë ka fituar. Dhe në rast se të vdes, përsëri do marrë nga trashëgimia. Pra, me kodin e familjes, Olta Xhaçka e humbte mandatin. E pat Ramën, e ndihmoi, luftoi që mos shkonte. Pastaj shkonte një komision plepave e ndërkombëtarëve, erdhën ata thoshin gjë tjetër, këta e përkthenin gjë tjetër, kishin italishtën, gjermanishtën e kishin bërë kështu plere, lavatrice me radhë, dhe në fund fare jemi këtu ku jemi sot. Këto emra që unë po t'i them sepse unë mendoj që mund t'jenë këta individ vetëm me një do thosha selektiv të vogël në raport me Belinda Ballukut dhe Tauland Ballën. Thjesht këta po u morën, do jenë thjesht sa për me treguar statistikat,
që ne po godasim edhe këta sepse kemi të godasim edhe krahun tjetër me ata, na kupton? Pra të bëjmë politikë, se nuk mundemi ne tani të godasim vetëm të partisë tonë. Do të godasim edhe të tjerët, të fusim edhe ata në burg, të kënaqet opinioni publik. Fut gropos në burg, ne pagojmë para këtej. Futi brenda thjesht të kënaqet Dumani për 3 vite që i ka bërë, ka sheshuar fare politikën shqiptare. Duke u referuar figurave të mazhorancës, ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj që gjendet në Arrati ka theksuar që pse SPAK nuk merret pikërisht me dosjet konkrete që kanë të bëjnë me aferat korruptive të mazhorancës, siç është dosja Akshit, tuneli i Llogaras apo edhe pjesa autostradës Thuman-Kashar. Në këtë rast, pse SPAK nuk merret pikërisht me këto dosje të ndjeshme që kanë të bëjnë drejt për drejt me paratë e taksapaguesve shqiptar? Sepse ai nuk thot diçka që unë përsëri nuk e kuptoj. Ai nuk thot se Altini nuk i lejon të merren, sepse po t'ishte më marrë do mershin. Pra, ai e thot shumë qartë, pse Altin Dumani merresh me pllakat e Ajolës dhe nuk merresh pikërisht me problemin që ekziston në afera të ndryshme kriminale që janë të përfshirë qeveritar. Në rast se dalun publikisht dhe them që një person akuzohet nga ana ime sikur është i përfshirë në veprimtari kriminale, e kishe gjithë SPAK-un duke marrë mua në pyetje kush je ti që akuzon qeverinë. Dhe në fund fare do të thoja më fal s'kam prova, po gjej ti provat. Dhe ai do të thoshte ty, pra mua, që shiko kush je ti të na diktosh në provat. Por duke qenë Ahmetaj i cili ka qenë zëvendës kryeministri dhe duke ditë të vërtetën, ata duhet të ishin zgjuar nga gjumi dhe të shkonin me njëherë ku në vendin kur Ahmetaj i tregon që aty ndodhen provat. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe Altini nuk i lejon. Pra, ai që nuk i lejon dhe nuk shkojnë aty ku duhet shkojnë ku është prova, është pikërisht Altini. Pse nuk i lejon Altini? Le të flasi Ahmetaj. Sepse Altini në dhjetor të 2025-s do të jetë një prokuror i thjesht i SPAK-ut. Në rast se Rama nuk e bën në shtator ministër apo zëvendës kryeministër. Pra, sepse mund të kemi edhe këto skenare, se në Shqipëri jetojmë, kur gjithë antarët e KLP-s dhe KLG-s i kenë ministra e ke kështu djathtas majtas, mund të presim që Altini të dalë nga SPAK-u dhe të shkojë të bëhet politikan. Sepse edhe atit i pëlqejnë disa, tani kam parë disa show të tjera që shko bën një show tjetër i radhës me KQZ-n që shiko ne që të zbatojmë ligjin dhe bëjmë foto për të zbatuar ligjin, e kupton? Që ligji është detyrim që të zbatohet. Dhe prandaj unë them që zoti Ahmetaj thjesht tregon disa indicie, por zoti Ahmetaj tregon disa prova dhe nuk e ka fare sinjalin me Altin Dumanin, sa i deri në dhjetor do tjetë, por e ka me prokuror të tjerë, të cilët i kërkon që ju që keni dosja apo keni mundësi, derisa është Altini, është sigur që i do i pegoj, por me ikjen e Altinit merrni fuqinë që të shkoni të hetoni këto 3 raste, sepse nga këto 3 raste do të buroj prova e vërtet personi i përgjegjës i cili duhet të marrë përgjegjësi përveç se është ish kryetari i zotit Ahmetaj, po ka qenë dhe ish njeriu që me zotin Ahmetaj ishte vazhdimisht me dreka dhe darka dhe ata bënin projekte për si ta shkatronin Shqipërinë.